A mundesh me ma konfirmu që ju ja paguni qiron devollit për terminalin Pej? Apo ma konfirmu? Ne I paguajmë qira pronarëve, kushdo që janë. Po. E në këtë rast, devollt janë qysh se din kush Po është. se di se kom nashu kontratën, no? Vendosja ka thonë që në Pej pronar janë devollt. Ju a ja paguni qiron. A mundesh me më kallëzu? Terminalin Pej, në pronësi të kujt është sot? Të gjitha terminalet tani menaxhohen sidomos në kufi, menaxhohen prej shtetit. Menaxhohen për doganës Kosovës. Po, A janë pronësi, a vazhdojnë me qenë në pronësi private? Vazhdojnë me qenë pronësi private në Pej dhe në Ferizaj, për shkak se ende se kemi bërë terminalin shtetëror, për shkak se ka procedurë, ka punë që deri sot bëhet. Mirë po. Pse ka punë procedurë? 4 vjet je drejtori i doganës, pse s'ka dalë 4 vjet me bo terminalin Pej? Po, merr kohë, secila merr kohën e vet. Një leje me. Derisa të merr kohë, a mundesh me ma konfirmu që ju ja paguni qiron devollit për terminalin Pej? Apo ma konfirmu? Ne I paguajmë qira pronarëve, kushdo që janë. Po. E në këtë rast, devollt janë qysh se din kush është. Po se di se kom nashu kontratën, no? Vendosja ka thonë që në Pej pronar janë devollt. Ju a ja paguni qiron? Ne paguajmë qira që është minimale në krahasim me tyra që I kanë kriju prej operimit kur e kanë bërë me licencë. Apo na lë neve me vlerësu çka minimale? Po, minimale po vlerësojmë. Sa e pagun? Minimale është 6.000 euro me shumë shërbime që na ofrojnë 6.000 euro në muj. Edhe me punëtor, edhe me shërbim të sigurimit, edhe me gjitha. Ka dole. 6.000 euro në muj, a I pagun edhe punëtort, edhe rrymën, edhe ujin, apo ju I paguni punëtort? Ja, I pagun punëtort, I pagun sigurimin, I pagun pastrimin të gjitha. 6.000 euro në muj, 72.000 euro në vit I merë 72.000 euro në vjet, I merë qira prej shtetit tonë, të pagume devollit, do më thonë se pas kem hekna prej terminal. Se I merë 7 punëtorë që paguën në mujt, so është kostoja sot që ja paguën një kompani private një punëtori me tatime, me kontributin, me gjitha është nga 5-6.000 euro për 7 punëtorë. Me rëndësi se pas kem nacionalizu që na kanë thonë. Ne kemi nacionalizu shërbimin, ma nuk marrin kompanit private, si që kanë qiro, punëtorët janë ti, toka e ti, na ja pagujmë ati qiron. Mështeria jonë. Ne pagujmë po marrim shumë vlera krahas pagesës. Ama që kjo s'quhet nacionalizim. Për para e kam që kjo nuk ka nacionalizim. Ja, nacionalizim është se kem 85% të qarkullimit të mallarve nuk janë në kuadër ty në terminaleve. 85%. E qësh kanë qenë? Kanë qenë 100%. E tashin 85%, nuk mundesh me bo krejt kapacitet mërna një dite. Është e pa mundshme. Jo, 4 vjetë, si ki hesh një ditë, se këma në gjë, 4 vjetë je drejtor dogane një ditë. Qila ka procedurë jeta, kam pas licencë. Boni dhe procedurat? Kam pas licencë, kam pas drejtë që kam fitu më herët. Nuk I mujt në jemi ja u shkput licencën të drejtë që kam fitu. Jo, po dolin, po preklamojnë që kanë shkput. Ki pasu, po I kanë shkput kur ka ardha fati skadimit. E mas ne e keni rinë në shkru kontratën? Jo s'ka du kontratën? Jo, na nuk kemi rinë në shkru më kur gjë. Ama keni bo kontratën me Nuk I kemi qiro? jop koncesion publik askujt. Se ajo është edhe me këshyrë me ligjet e mëhershme, prokurim publik, ajo është edhe kundërligjshme. Nuk mësh me jap një të mirë publike që dikur gjeneron tyra, pa proces publik, pa konkurim, pa... A ka naj terminal tjetër që vazhdon me u menaxhu prej operatorit privat, jo publik? Të tregova, fitimet që I sigurojnë ata janë më se minimale. Në kanë betë edhe në Ferizaj. Ato janë sikur zyra të brendshme. Kur shumë Ferizaj pronar? Fitoria. Fitoria nëse s'ka bëj. Kompania? Po. Në Vërmic. E sa pare, ka dole, I mi kallëzove sa pare I paguni qiro në Pej, sa I paguni të Ferizaj? Aty është, nuk e di saktë se ka... 5-6.000 aty, 6.000-7.000. Qatu dikon janë, nuk e di saktë. A ka terminale brenda Kosovës që edhe shërbimi është privat, sot në lokaliu? Krejt privat? Jo, s'ka.